janë zonë të vjedh, apo janë zonë aferat korrupsionit të numëru pare. Fillimisht duhet me konstatu një element bazik. Partitë nuk kanë mekanizma të kontrollimit të integritetit brenda tyre. Pra mekanizma disiplinor të cilët kishin me vendos disa vlera në cilat anëtarët e atyre partive në momentin kur bin ndesh me ligjin përjashtohen ende pa fillu garën për partive politike. Çka janë këto vlera? Shumica e partive zyrtarisht kanë të iniciuara mbrana partive komisione të ashtu quajtura disiplinore, të cilat në momentin kur një antar i partisë bjen në kundërshtim me ligjin dhe bjen në kundërshtim me vlerat e asaj partie politike, përjashtohet prej këtij subjekti. Tash, ku jemi dhe në cilat vlera jemi për momentin në krejt strukturën politike të vendit tonë? Në partitë politike të vendit tonë, me qenë person i cili je i korruptum, nuk është thyrje e integritetit të partisë. Pra nuk del për i partisë nëse e ke thy i në zonë të vjedh, apo jenë zonë aferat korrupsionit të numëru pare, apo edhe nëse prokuria shtetit po menon që ti ki akt akuz, apo nëse edhe gjykata apo konstatan që ti je person i fajshëm për korrupsion. Pra, kemi parasysh, ne kemi një filtr prej KQZ-s i cili thot, në momentin kur je i dënuar ti nuk mundesh me qenë pjesë e listës. Mirë, por në anën tjetër, asnjëra prej partive politike nuk e ka të ndërtuar mekanizmin që një person i dënuar me akvendim të plotfuqishëm për korrupsion nuk mundet me qenë pjesë e strukturës së partisë. Dhe këto nuk e gjojmë në asnjë parti politike, nuk e di pëse doja e keni ndërtu për shkak se s'kom rri me i përcjell, po në këto tjera që janë tradicionale nuk e gjen. Pse po e them këto? Kemi pas në për gjitha partitë politike që në momentin kur publikojmë aferat mëdha të korrupsionit, kur njerëzit e tyre filmohen të lyp pare, partia del dhe thotë do të inicojmë procedura. Dhe ai person gjëja edhe suspendohet. Mirë, po pas 3-4 muajve ti e sheh që ai është bartës i listës, ti e sheh që ai ka nisë me marrë funksionin e vet politik dhe i është fut garës prap mënyrë që me hi edhe me bind popullin që ai është më i miri etj. Gjëja me mendimin që qytetari ka harru, në anën tjetër edhe mediat kanë harru, edhe këta njerëz po riciklohen. Kush është të na u riciklon neve? Neve po na riciklohen njerëz të cilët kanë pas akt akuza për korrupsion, po për një formë ose tjetër ju kanë parashkruar akt akuzat. Po na riciklohen njerëz të cilët kanë qenë të dënuar, po janë të dënuar me dënime me kusht dhe prap po mrinë me na garu për deputet. Po na riciklohen njerëz të cilët definitivisht me vendime të plotfuqishme nuk kanë integritet, mirë po në anën tjetër po mrinë me marr fuqi politike. A është kjo e drejtë? Normalisht që sipas legjislacionit tonë, momentin kur e kryen këtë pjesën e 3 vjet që ti mrin me u rikthy dhe me qenë kandidat. Mirë po, në fushën e politikë bërjes vendit tonë, integriteti do duhet të jetë baza elementare e secilës parti politike.